Doktor, gjatë kësaj jave, jam shumë kurioztare të di, a keni patur paciente që ju kanë pyetur nëse mund ta përdorin apo jo paracetamolin? Me thënë të drejtën konkret vetëm një e kam pasur dhe ajo nuk ka qenë domethënë daneze, ka qenë domethënë jeton në Danimark po me priorde nga jashtë dhe ma tepër për shkak të panikut që nuk ka pas një ritëm mjaftueshme për paracetamolin. Përndryshe popullata është shumë mirë e informuar me këto dhe nuk kanë dyshim në terapi, në përgjithësi. Natyrisht dikush është edhe i dyshim në këtë drejtim, po marrin informacion të mjaftueshëm. Në krye të herës, doktor, thatë që mbase kjo deklarate e presidentit Trump do të na çojë edhe në studime më të thelluara për të parë se mbase ka dhe një të vërtet tek ajo çfarë është referuar deri tani pra lidhjes mes paracetamolit në shtatzani dhe autizmit. Ndërsa do të presim se si do të ecë gjithë ky debat në nivel global i shkencëtarëve dhe studiuesve në të gjithë botën, ju si mjek, çfarë do të bëni? Ne patjetër se do të vazhdojmë të përdorim paracetamolin në doza terapeutike kur është domosdoshmërisht e nevojshme. Pasi deri më sot në groshtazon çdo ilaç tjetër që ka efekt të zvogëlimit të dhimbjeve kanë shumë më shumë efekte anësore se sa paracetamoli. Kështu që derisa nuk kemi evidencë mjaftueshme dhe të drejtë për drejtë që ka efekt negativ, natyrisht se kjo është një prej preparateve të preferuar në shtatzani. Ne nuk dojmë fare të përdorim asnjë ilaç në shtatzani, po kur është e domosdoshme, paracetamoli është një prej atyre që i jep shumë pak efekte anësore se fare. Mbetet e keqja e domosdoshme në këtë rast për paracetamolin, nëse s'kemi tjetër për të qetësuar dhimbjet dhe etet. Për fat të keq nuk kemi tjetër deri më tani. Që të jetë më i mirë se paracetamoli për të pas efekt të dhimbjeve. Kemi parë tjera që kanë efekt shumë më të mirë për dhimbje, po jo të groshtazona. Të groshtazona specifik që duhet t'i largohemi çdo ilaçi, po paracetamoli tolerohet në një mos të caktuar kur ne e vlerësojmë se domosdoshmërisht duhet të ketë.